Shkojmë jo larg Pejës, në komunën e Klinës, atje ku 70 vjeçin Rec Përnokaj me dashuri vazhdon të punoj tokën e tij, i cili ka rreth 2 hektar tokë me gështenja e dardha. Përballë mungesës së ujit dhe sfidave të përditshme, ai vazhdon të mos dorëzohet, nga se për të toka nuk jep vetëm fruta, por është amanet, trashëgimi dhe ardhmja jonë. Ai madje fton të rinj të mos largohen, por të mbjellin ëndra në arat e vendlindjes. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjatëm, e di që pak koha është shumë nxatë. Edhe Faleminderit. faleminderit ty që ke pranu. Si keni ardhur, si mirë se ardhur në shtëpinë juaj. Faleminderit shumë. Atëherë, apo më tregon? Unë me këtu tash din me mas luftë. Unë para luftë jam marrë me bujësie. E kam pasën edhe si babën e kam pas Po. me diplomë për bujësi. Edhe i vetëmi une kam marru shtëpi dhe ble traktor me Kosovën. Pa dal jashtë, vllas kam pas, tash i kam 4 djemë. A të ndihmojnë djemtë për me? Këtë ndihmojnë. Edhe i kemi vendos me mbjellë qëto kështonja, i kena mbjellë, i kena shqit në rreth krejt. A është toka jote këtu? Jemi është, po e kam nemen babës e kam. Po. E ta shtu kësaj nemen babës është edhe këtu e kam. A krejt me këtu, me krejt i kam përmy 2 hektarë, si i kam në rreth në tel. Na ka kushtu përmy 30.000 euro, cëllë rrethoja e këtu krejt. Plus një gështenja është e bleme 15 arë, është sopa e bleme. E sajna, që shkëm në tonë e isha tu si e në matë Që shfillove të mu marrë me gështenja? Ku i mori një orit në shtatë? Që shkujdesësh për to? Unë e mora i din për tu, se toka është ajri i pasër. Edhe është i përshtatshme në shtatë për kulturë? Po, një inxhinier shqiptar i Shqipnis, i cilin e ka sill këtu, aja kone ka pa venin, e ka pa dheun. E ka po krejt, ka thënë kjo është për gështenj, tha është shumë e mirë. Edhe është ma vunë, edhe ajre ishte i pasër, e që për i këtu ujtë edhe peja shijet, i ligjja, e krejt shijet për i këtu ujtë, shijet, edhe mu ka doshtë për mbjek një pjesë e kam pas malë. 3 herë me gjithësi e kam hek molin me bët të punë. Për me falendroj edhe Lorencin se më kanë imu për mësi, e më konë vetë në Prishtinë, se pashku vetë nuk më kanë hekun. E tash i kam gështenj, krejt e kam të hek me për aty, e krejt i kam këtu. Që këtu 3 vjeqare janë. 3 vjeqare? Po, që shkojmë atje më të mdhona janë. S'ka problem, mund dhe... Po, është, aty si me po atjetën që ka që ka grumëllin e madhe. Hajde, po shkojmë. Që shkojmë, se... Sa shpesh vjen këtu edhe i shë edhe i viziton edhe kujdesesh për to? Shpesh, përshë sa shi kam vadit. E dorë të halas s'ka mujë, se nuk kam të mujë, se me traktor jem të bëj ujë. Me kemi ujë, do me thona? Jo, s'kemi ujë, se më kam qilë bënorin 30 metra se më ka dal ujë. Tash du të me pru ujë, pi shpije e me pru ko, që ko du me maru bazenin. Du për me maru, i kam qitë edhe cevat, që cevat. I kam qitë, po s'kam pas ujë për me qitë. Qka do të me të ndihmu komuna për këto? Komuna do të për me ndihmu për ta ujtë sjellësin bënorin, si është ose me për ujtë pi shpije, se këtu ujtë nuk ish. Nuk ka ujtë. E sa herë nditje dësh me ujtë? Tu, tash i ka i... Sa lidh gështenja ujtë? Tash i ka me gështenja nuk den ashtë shumë ujtë. Po. Vetëm e den për me kalu këta... si është koha, si koha e zemjes. Si ti bëhet floti, kjo mërë flotin e vetë. Edhe nuk dhe, nuk është sukur kumla, sukur e me pas ujtë të në herë. A ke dojnë treg me gështenj? A ke shit? Jo, alo, jo. Ende hale. E kam stërpik me kristal, e kam me ushqim, edhe për mizë më s'pe kap. Po i bëhet ka një herë një mizë e sharme.
Nuk e sheh kërkun as në pemë tjera. Edhe dele aty edhe... Po sa je I lumtur që nështë ke fillu më marrë me këtë kulturë të gështenjës? Edhe cili shka një mesazh për trinjt që më marrë me bujqësi? Unë këta e kam bo dhe kam li vetë, I falenderoj edhe djelë se shumë kanë bo hargjim, edhe për ta, si më konë mara ka dhe ata, në pemë. Edhe që tu që është, edhe ata punojnë, plus unë I kam edhe 6 hektare I kam të drinji. I kam atje më ka shem drinji shumë. Edhe kam lemru me krytore, me krejt, se drinji ato më bëhet dam, kam dosh mi bëhet krejt. Atje kam dosh për mi mjellë bajdema, krejt për mi mjellën. Për mi lonë, po mundësia nuk bënë se dosh për me bërë rrëthojnë. Sa është e vështirë bujqësia më marë? Bujqësia për mu nuk është e vështirë, se është punë si I ka për mi 40 vjetë si punoj, si bujkë. Si aty krejt, aty gjithë e kam pas kultivimin e grunit e krejt që kam pas me krah, me tuk, krejt e kam pas të minjat.